Është prokuror me përvojë për ndjekjen e kriminalëve të luftës. Geoffrey Nice në tribunalin e Hagës prezantoi edhe dëshmit për gjenocidin dhe kreun Slobodan Milošević. Por kërkesa e kolegëve të tij për dënimin e 4-shës UÇK-s në Hagë po i duket e pazakont. Ai madje po e konsideron të ndikuar politikisht gjykatën speciale atje. Akuzat në raport ishin për trafikim organësh dhe ato nuk janë ndjekur. Përkundrazi, përmes një lloj manovre pothuajse si një truk, ato u shndruan në akuza më të përgjithshme që quan në gjykimin e Thaçit dhe të tjerëve. Ajo që shikuesi tuaj mund të mos e dinë dhe mund të duket interesante, nëse mund të gjenden këto gjëra interesante, është se akuzat për vrasje të njerëzve për të marrë organet për shitje janë një narrativ e njohur në konflikte. Është si ajo narrativ tjetër e njohur ku thuhet se njëra pa luan futboll me kokën e prerë të dikujt nga pala tjetër. I dëgjon këto akuza, por nuk e sheh kurrë ndeshjen e futbollit. Shikuesit tuaj mund të jenë të interesuar të dinë se akuzat për atë që quhet nxjerrje e detyruar e organeve janë bërë nga serbët kundër dy grupeve të tjera para se të bëheshin kundër Thaçit dhe shqiptarëve të Kosovës. Pasi ju tregova kaq shumë, ndoshta nuk do t'ju vijë si surprizë të dini se akuzat janë bërë në këtë rend, së pari kundër kroatëve, pastaj kundër muslimanëve bosnjak dhe më pas kundër shqiptarëve. Në asnjë nga këto raste nuk është vërtetuar që akuzat kanë pasur ndonjë bazë reale.